Nëse do të flasim për durimin në konceptin islam, sipas rregulla, sipas etikës, sipas asaj që Allahu i Madhërisht na ka treguar në Kur'anin famëlar, por në të njëjtën kohë të kuptojmë dhe të qartësojmë se çfarë është kjo cilësi kaq e madhe për besimtarin, atëherë duhet të bëjmë një ndarje, duhet të bëjmë një qartësim, duhet të bëjmë një sqarim që shumë prej njerëzve ne sot i shikojmë faktikisht janë të durueshëm. Janë të durueshëm sepse janë besimtar apo janë të durueshëm sepse natyra e tij është e tillë. Shumë prej njerëzve durojnë sepse nuk kanë mundësi të hakmerren, nuk i hakërrehen dot njerëzve të tjerë. Shumë prej njerëzve durojnë sepse nuk gjejnë aftësitë apo nuk gjejnë mekanizmat të cilat do ta çojnë këtë njeri për të marrë hakun e tij, për të marrë të drejtën e tij, për të marrë atë që meriton ky njeri, andaj dhe ky pas tjetër do durojë dhe tek syri njerëzve thotë, ky që ka njeri i qetë, ky që nga njeri domethënë i turushëm, ky që nga njeri i mirë, është i mirë sepse nuk ka mundësi të shkojë aty ku duhet shkojë. Është i mirë dhe i durueshëm sepse nuk ka aftësi dhe mekanizme që e çojnë për të kërkuar hakun e vet kështu me radhë dhe patjetër që do të jetë. Pra, më mirë kur një njeri i cili nuk ka mundësi dhe aftësi të bëjë diçka, të flas kot në kot dhe nuk fitoj gjë, apo të hesh dhe dëroj. Patjetër që është më mirë të hesh dhe dëroj, por këtë e bën për hir të Allahut apo bën për hir të mungesës së aftësive dhe mundësive për ta kryer diçka. Këtu dhe ndryshon koncepti islam nga konceptet e tjera, që njeriu ka mundësi të veprojë diçka, por ky duron për hir të Allahut xhelle xhelalu. Kjo është cilësia e besimtarit. Andaj dhe Allahu i Madhërisht në Kur'an thotë ja eyyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, i drejtohet besimtarëve, isbiru wasabiru. Thot duroni, ju vetë duroni për gjithçka që ju vjen, nuk përmendet në ajetin kuranor se ju nuk kishit mundësi ta vepronit prandaj duruat, apo kishit mundësi të hakmerreshit, kishit mundësi të bënit shumë gjëra, të sillni natyrë të tjerëve shumë dëme, por e bët për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe duruat. Pse? Sepse janë disa rregulla, është një etik, janë disa domethënë mësime, janë disa pika kyçe në shariatin islam, në mesazhin islam që na bëjnë neve, na nxisin domethënë që mos të gufojmë. Mos të nervozohemi aq shumë sa të dalim nga natyra e njerëzore, të dalim nga durimi, të dalim nga drejtësia e kështu me radhë. Atëherë, durimi i vërtet, si cilësia e besimtarit është atëherë kur njeriu duron për hir të Allahut xhelle xhelalu dhe këtë si e shfaq ajeti Kur'anit thotë ja eyyuhalladhina amanu sabiru wasabiru, duroni ju vet, por dhe nxitni për durim, që do të thotë ky është sinqeriteti i cilësia. Unë duroj vet, por dhe nxis shokët e mi, familjen time, vëllezërit e mi musliman, shoqërinë ku jetojmë domethënë, të bëjmë durim. Kjo është prej cilësive të besimtarit.